Më në hajnë e qenë se e qenë të ty. A shtëpia vjetër? Prona vetën është aty. Prona vetën është. S'ke sepse të thoj. Te ka pronë vetë tu kanë pas shtëpi. Sa u hidhëruat ju? Morët pjesë në varrimin e Morë. fëmijëve? Çfarë ishte? Merë mas. Po pse? Qysh pse 2 fëmijë prej herë për i dëntesë shtin mrena. Ha. Për i ndërtesë shtin mrena. Pse të shtin? Mrena për i ndërtesë. Paktën të linshin rreth shtëpia, të linshin mrena. Të linshin këlemajt e vetë. Jo gjithë që 30 ditë 2 fëmijë, 2 lule të urët. Që boni? Që boni? Po të kishte vrat, kishte pre, kishte boni jo, po, pa mon për ndërtesë. Ikën 2 fëmijë, 2 lule të urët. Një 7 vjeç, një 5 vjeç, një 3 vjeç. Aty vinshin, kam i qunë vogël unë, se të 3 vjeç e gjysë ma është me gozën ati. Nuk është shohë më sy fëmijë. Se vinte ama këtu, e në lushin me kalamajt. Jepni bukë. Rritë me fëmijët si gjithë tjertë. Me uje me këshone të kalamone, për gjënavë zotët. Po, sigurisht, Sokoli është shoku i fëminisë time, me rrit bashkë. Kemi qenë me i klasë. Donë të ndërtohet i shtëpi për fëmijët e vetë, në pronën e vetë, ke pas shtëpitë e vjetë, shtëpitë e babës. U shemin shtëpitë e babës, edhe si gjithë tjertë, do të dhe Sokolit do të një shtëpi aty. Qeveria e more e futin burg. Detyrimisht, nusje dhe lëviste, nusje me fëmijët. Ata që ndërtojnë Gradacele nuk përfundojnë burg, se kënë shpatllët e ngrohtë, mbrohen nga shteti. I shkatrojnë rrugë të vetë, edhe aksidentahen njerëzit e shkretë. Shkojnë 2 jetë, 2 fëmijë, shkojnë 2 lule, shkojnë para vaktit, shkojnë, unë kam fëmijë vetë, e në jashtë masë, ka keq shumë.